Kush ishte Adnan Menderes? Në vitin 1950 fiton zgjedhjet me Partinë Demokratike, duke siguruar 318 vende. Pas zgjedhjeve ai bëhet kryeminist. Vendimet kryesore pas ardhjes së tij në pushtet: rikthen ezanin në gjuhën arabe, lejon haxhin për qytetarët, rikthen mësimin fetar në shkolla, i jep liri për mbulesën fetare në të gjithë Turqinë. Në vitin 1954 i fiton përsëri zgjedhjet. Në mandatin e dytë të tij bën disa reforma: ndërtimi i 10.000 xhamive, hapja e 25.000 shkollave për Kur'an dhe 22.000 institucioneve fetare, rikthen xhamit në funksion dhe lejon botimet fetare. Në vitin 1956 dëbon ambasador Izraelit dhe forcon lidhjet me vendet arabe. Në vitin 1960 ndodh grushteti ushtarak në Turqi. Ushtria rrezon pushtetin e Adnan Menderes dhe merr pushtetin në drejtimin e Kemal Gursel. Menderes arrestohet bashkë me drejtues të tjerë të shtetit dhe dërgohet në gjyq. Në vitin 1961, pas një procesi gjyqësor të zhvilluar ndaj tij, ai dënohet me vdekje. Me 17 shtator të vitit 1961, Menderes ekzekutohet me varje, së bashku me ministrin e jashtëm dhe ministrin e financave.